Por unë sot përpara jush nuk e mbyll dot fjalën time pa ja dhënë fjalën dikujt që kur ka qenë sa ju ka filluar karrierën politike. Dikujt që ka qenë i vogël dhe i thinjur dhe ka hapur rrugë për shumë të reja dhe të rinj të tjerë që të bëhen pjesë e Partisë Socialiste, kur Partia Socialiste shikoi si dele e zez. Ky është pandi që e kemi sjell këtu në Kavaj dhe në Rogozhin, edhe në Rogozhin dhe në Kavaj, po pra në rregull tash. Se kemi dhe mamicën që nuk na lë të bëjmë gabime. Prandaj e mbajmë që mos bëjmë gabime. E kemi sjell këtu dhe parafytyroni pak në Kavajën që mbahej për një kohë shumë të gjatë si bastioni i Partisë Demokratike. Ka ndodhur diçka që unë mendoj që demokratët e Kavajës nuk duhet ta falin jo për ne, po për dinjitetin e tyre. Jo për Europën, për Bashkimin Evropian, për Shqipërinë 2030 dhe për gjitha këto që janë shumë të rëndësishme, janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër, por për respekt ndaj vetes tyre. Se dolën dhe votuan për të pasur kandidat Kavaja nga ana e tyre, njeriu që donin ata. Dhe kandidati i Kavajës doli i pari në primaret e famshme të Tiranës dhe nuk është Gjokundi, e keni parë ju? E ka ngrënë bufi. Ja u hëngri për faqësuesin. Është në barkun e bufit. Hyseni. Tani çfarë është kjo? Kjo është fyrja më e madhe që mund t'i bëhet një komuniteti politik. Dhe ndërkohë që ata Kavajën e kanë lënë pa përfaqësinë fare, ja hëngrën kandidatin, e kanë lënë pa njeri, edhe dëgjoj që vjen vërdall njëri me një parti tjetër që thot jepja një këtij se do i çoja ndej etj, po këto janë gjitha histori kënete, as mos i dëgjoni fare. Ne i kemi sjell Kavajës 2 deputete, që janë deputete, e listën dhe kryeministrin e ditëve më të vështira të Kosovës, i cili e përsëris se është e rëndësishme për ju, e ka nisur politikën ja kështu. Nuk e di kush të ngjan ty nga këta, gjëja e vet, po si njëri nga ju atje, dhe e kemi sjell këtu bashkë me Eldin që është edhe ai djalë Kavaje. Kështu që po më lërë më i zonjë ta mbërë. Ua. E kupton çfarë do të thotë se kështu është kur promovon barazin gjinore në ekstrem. Ja. Dhe bashkë me 2 burra në listën e hapur kemi dhe Antonelën që është e Rogozhinës. 5. Pra 5 kandidat nga Partia Socialiste dhe 1 kandidat i zhdukur nga Partia Demokratike. Viktim, e ka ngrënë bufi.